shpresojmë që kjo do t'jetë rruga të cilën do të zgjidhë Hamasi dhe mund ta përfundojmë këtë luftë dhe të vazhdojmë me rehabilitimin, siç e keni pa vuajtjet në rajon janë të mëdha nga të gjitha anët. Dhe ta themi kështu, Hamasi shpresojmë që do ta dëshmojnë veten dhe gjasat që do ta qarmatos veten nuk janë shumë të mëdha, po të shohim se çfarë do të ndodhe, të jemi optimist dhe të lutemi që vuajtjet të cilët i kemi pas në përvojë, po ashtu në Izrael dhe civilit palestinez, dëshmitar të kësaj luftes do të tërprejnë vuajtjet dhe unë lutem për ndryshimet, do të ndryshoj linjën e mesme dhe siç e dini, si rezultati çfarë ka ndodhur në Liban, në Hezbollah dhe ka mundësi për një marrëveshje me Libanin, si rezultati asaj çfarë ka ndodhur atje dhe po ashtu regjimi i Asadit ka qenë në Siri, po ashtu edhe në anën tjetër kemi Sirin dhe ka mundësi, ka gjasa që të arrijmë marrëveshje për normalizim dhe të jetojmë njëri krah tjetrit pa armiqësi, çfarë është duke ndodhur tani në Iran, po ashtu është e ndërlidhur çfarë ka ndodhur në linjën e mesme, sepse siç e dini, në qershor ka qenë lufta 12 ditore në Iran, ku arsenali i ushtrisë iraniane ka qenë i dëmtuar në masë të madhe, kështu që dobësimi i regjimit ka luajtur një rol se çfarë është duke ndodhur brenda Iranit këto ditë me qytetarët e Iranit të cilët mundohen të krijojnë një jetë më të mirë për veten kundër këtij regjimit. Kështu që janë lutjet e mia që këto ndryshime do të formsojnë lindjen e mesme dhe të jetojmë krah njëri tjetrit, të njerëzit të jetojnë krah njëri tjetrit në paqe dhe të lutemi të gjithë për këtë.